Piktura e Mona Lisës njihet si vepra artistike më e njohur në botë, pikturuar nga Leonardo da Vinci. Këtë pikturë ka sjellur në një variant tjetër artistik të punuar me drithëra artisti mozaikëve Alkend Pozhegu. Dëshira e tij për ta sjellur këtë pikturë në artin që ai kultivon e kishte prej vitesh, tha Pozhegu. Piktura Mona Lisës është një pikturë një ndër më të famshme në botë. Si ide kam pas shumë të hershme, edhe pse është shumë e vështirë t'i parafrohesh. Jam mundu me ato mundësitë e mia nga arti i drithave ta realizoj pikturë më të famshme në botë të Mona Lisës. Unë shpresoj të kam realizuar një punim që jam mundu me ato mundësitë e mia t'i shkrij kokrën me kokrën, t'i parafrona pikturës së Mona Lisës dhe vlerësimin vetë të publikut. Pozhegu tha se synimet e tij janë që këtë pikturë ta bëj në dimensione edhe më të mëdha. Pasi realizova për herë të parë, besoj me ato mundësitë e mia që pata jem parafruar deri diku, si dëshmi e kam, nëse do më jepet rasti me shumë kënaqësi do të realizoj diçka më përmasa botënore. Alkend Pozhegu është ndër krijuesit më të njohur në Kosovë, i cili bën mozaike me drithëra dhe disa herë është renditur në librin e rekordeve Guinness. Në punën e tij, krijuese janë përfshirë figura të njohura si Nën Tereza, Rita Ora, Donald Trump e së fundmi dhe Papa Francesco.